Për herë të parë Belinda Balluku dhe u heshtjen për hetimet që SPA ka ndërmarrë ndaj saj për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Gjatë ceremonisë së kalimit të stafetës së drejtimit të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë tek Enea Karakaçi, Balluku e distancoi veten nga korrupsioni dhe akuzat që janë asociuar me emrin e saj gjatë këtyre muajve. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis që hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik. Për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Një mesazh falendërues Belinda Balluku e pati edhe për kryeministrin Edi Rama. Unë duhet përfitoj nga rasti që të falenderoj kryeministrin Rama për gjithë besimin dhe mundësinë që më ka dhënë në këto vite, por mbi të gjitha për shembullin që ka krijuar me mënyrën e tij të leadershipit. Ka qenë lehtë për gjithë ne, të cilët kemi qenë pjesë e ekipit të tij në fillimin e viteve 2000, disa prej të cilëve janë edhe këtu përballë meje, që të ndjekim shembullin e tij se si frymëzohen njerëzit që punojnë me ty. Emri i ministrit të ri të energjisë dhe infrastrukturës Enea Karakaçi u lidh që në krye të herës me atë të paraardhëses së tij në detyrë. Për këtë Balluku kujdes të saktësonte se Karakaçin e ka gjetur në ministri dhe se ai ka kontribuar prej vitesh në këtë dikaster.